Po është mëse e vërtet, ne të gjithë dim se Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt nga i cili vjen zonja Osmani, në subjekt në të cilin është rritur zonja Osmani, nuk është se kanë pasur ndonjëherë raportet e mira me Partinë Socialiste dhe me kryeministrin Rama. Mirë po, në periudhën e fundit kohore ajo është bërë me zgjuar se zoti Kurti dhe është munduar të shfrytëzoj pozicionin e Shqipërisë dhe të zotit Rama në arenën ndërkombëtare, gjë që e ka ndihmuar shumë, sidomos edhe me takimet që i ka bërë edhe me presidentin Trump në shtetin. Ndërsa zoti Kurti është sjellën në formë të tjetër dhe nuk është se ka pasur, se është munduar ndonjëherë të përmirësoj marrëdhëniet me Shqipërinë dhe me kryeministrin shqiptar, zoti Rama. Çdo herë që pyet Kurti për marrëdhënien me Shqipërinë dhe me zotin Rama, thotë se gjatë qeverisjes së tij janë arritur një numër i madh i marrëveshjesh, ndoshta numri më i madh që është bërë ndonjëherë në mes të këtyre dy vendeve. Mirë po, ne të gjithë e dimë se paktën marrëdhëniet në mes të këtyre dy personëve nuk është, apo dy kryeministrave në këtë rast, nuk është ajo e dëshiruara.